Duket se edhe rrjetet sociale janë mbushur me një lloj të mbeturinave vetëse në aspektin e përdorimit të fjalëve. Kësaj deputetja e zgjedhur PDK-s Blerta Deliu ka kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të trajtojë rastet e profileve dhe platformave që sipas saj përhapin gjuhë të urrëties dhe nxisin linçim publik. Deklarata e saj ka ardhur pas denoncimit në prokurorinë speciale për profilin Lule Xheli, ndërsa Deliu ka thënë se në vitet e fundit është vërejtur një rritje shqetësuese gjuhës së urrëties dhe sulmeve ndaj figurave publike në Kosovë. Ajo ka bërë të ditur se edhe personalisht është përfshirë në raste të tilla dhe ka kërkuar nga prokuroria speciale që ta trajtojë me përpikëri këtë çështje. Sipas saj, institucionet duhet të sigurojnë që platformat e rreme dhe përmbajtjet e pavërteta të mos përdoren për të sulmuar, linçuar apo dëmtuar figurat publike. Dërsa të akuzuarit në rastin e sulmit në kanalin Iber Lepens në Zubin Potok, Dragisha, Vicentjević, Jovan Vicentjević dhe Igor Dimović janë dërguar edhe këtë hënë në gjykatën themelore në Prishtinë nën masa të rrepta sigurie.